Në organizim të shkollës fillore Liria, në bashkëpunim me lidhjen e sporteve shkollore dhe komunën e Tetovës, në sallën sportive të shkollës së mesme ekonomike, u zhvilluan garat shtetërore në volejboll për nxënësit e shkollave fillore në kategorinë e vajzave, ku morën pjesë ekipet e shkollave fillore Liria Tetov, vëllezërit Miladinovci Kumanov, Sando Masev, Strumicë dhe Jan Amos Komenski Shkup. Ekipet pjesëmarrëse i përshëndetën drejtoria e shkollës së mesme ekonomike Hava Hasani, kryetari i lidhjes së sporteve shkollore në Tetov Bujar Ibrahimi, ndërsa në cilësinë e Nikoqirit, drejtoresha e shkollës fillore Liria Farie Kasami tha se ky aktivitet sportiv është një mundësi që volejbolistët e reja të tregojnë talentin, mundin, përkushtimin dhe shpirtin sportiv. Për ne është një nder dhe kënaqësi që të jemi Nikoqir të kampionatit shtetëror të volejbollit në konkurrencën e vajzave. Jemi veçanërisht kënaqur që shkolla jon tash 25 vite më radh është pjesëmarrëse në garat shtetërore, gjë që dëshmon për përkushtimin, mundjen dhe dashurinë e vazhdueshme ndaj sportit. Para fillimit të ndeshjeve, Shoqëria Kulturore Artistike Xheladin Zeqiri dhe Shar performuan para të pranishmëve valle nga repertuari i tyre. Për 3 ekipet e para dhe lojtaren më të mirë, organizatori ndau kupa. Drejtoresha e shkollës fillore Liria në cilësinë e Nikoqirit ndau mirënjohje për ekipet pjesëmarrëse, lidhjen e sporteve, Shoqëritë Kulturore Artistike Xheladin Zeqiri dhe Shar, si dhe për televizionin Koha.